Ngjarje tragjike ndodhi ditën e sotme në Durrës, ku një makinë përplasi 3 fëmijë, si pasojë e përplasjes humbën jetën 2 prej tyre. Për të folur për këtë ngjarje dhe ngjarje të tjera të aktualitetit, kam të ftuar në një lidhje direkt avokatin e njohur Romeo Kara. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën. Avokat, ngjarja në Durrës në fakt ishte shumë e rëndë dhe siç është raportuar nga media dhe nga policia, duket se shoferi ka qenë në gjendje të dehur në momentin që ka përplasur 3 fëmijë të cilët po luanin në trotuar. Çfarë po ndodh me rrugët në Shqipëri dhe me, po themi, disiplinën e të ecurit nga shoferët? Jam i tronditur dhe më vjen keq për të fatkeqësi kaq të madhe, që bile ishit ju i pari që ma komunikuat dhe ma bët me dije. Unë dhe vetë dhe familja ime jemi djekur nga një ngjarje të tillë 91-shin, ku nipi im më i madh në atë kohë u largua nga jeta pa bërë 7 vjeç, pikërisht për një aksident me një pakujdesi të pafalshme. Dhe të marrësh jetën e disa fëmijëve aq më tepër i pirë, për mua kjo është vrasje me dashje. Duke pasur parasysh parashikimet ligjore që janë të paktën në Teksas, gjithmonë aksidentet që janë nga alkooli, aty janë me dënime pothuajse të përjetshme dhe të paapelueshme. Kjo kafshëri duhet të marrë fund, dhe për më tepër që ata kanë qenë 3 fëmijë në punën e tyre, dhe që nuk do arrin, 2 prej tyre nuk do arrin ta shohin më diellin ditën e nesër. Ka pasur një udhëzim nga drejtori i përgjithshëm i policisë që këto patrulla policore që janë bërë bajate përtejt çdo lloj logjike, boll me këto kontrolle sikur janë nëpër dogana, le të çohen atje për pagën e tyre, se ato kontrolle nuk i bëjnë fare për s'ka ngelur dokumentacioni i ato mjetet të kontrollohet për tyre. Ka një drejtori të përgjithshme për shërbimet rrugore e tjera, por të fokusohen të gjithë në respektimin e rregullave të trafikut dhe të parkimit. Gjë të cilën nuk e bëjnë, po merren me ato pulsitë e tyre për të kapur njerëzit me siguracione pa paguara apo me diçka tjetër. Unë mendoj që po, mund të ketë kontrolle në hyrje dalje të lokaleve të mëdha që mund të jenë disko e tjerë, siç bëhen rutinë, bllokohen në formë hinge dhe nëse kanë pirë 4 i 5 që është makinë, sipas zakoneve që paktën kanë jashtë njerëzit në festimet e tyre, është ai që do sakrifikojë dhe nuk do të vërë alkool në gojë, por do të jetë shoferi 4 të tjerë. Po të dalin duke pirë, gëzojnë nëpër lokale dhe pastaj bëjnë tragjedi me tjerët, kjo punë do të marrë fund dhe parashikimet ligjore për aksidentet me jetën duhet të jenë duhet llogarisin sikur ke bërë vrasje. Nëse ka qenë faji fëmijëve, ajo duhet parë, por fakti që ky person pas ka qenë i pirë, për mua bën fajtor atë. Është ngjarje shumë e rëndë e cila na kërkon që ne të zbatojmë ligjet dhe normat. Zbatojmë kodet e ndryshme, janë kode. Siç i ka bota jashtë, i kemi edhe ne. Na kanë thonë që vitin 90-91 që do mësoni rregullat e qarkullimit me shumë pasoja, bile edhe me gjak, po jo kaq gjatë. Tani jemi 30 ca vite në një botë lirë, është e pafalshme që dikush që ngasi makinën në gjendje dehur. Avokata, duhet parë një strategji kombëtare lidhur me sigurinë në rrugë. E kam fjalën jo vetëm për shoferët, po edhe qoftë për sinjalistikën, qoftë për ndërtimin e rrugëve, qoftë edhe për kalimtarë. Pra, çfarë duhet ndryshuar që të kemi më siguri edhe për trotuarën, në fakt se nuk mendohet që kur bëhet rruga për që aty do kalojë një karrocë, do kalojnë fëmijë, do kalojnë të rritur, të moshuar.
Unë mendoj që duhet respektuar gjitha parimet dhe kodet e ndërtimit edhe të ndërtimit rrugëve gjithashtu. Për shembull, këtu ku jam unë, në një vend ngushtohet i gjithë trotuari, mund të shkojë në rreth 60 cm dhe aty në krah pronari i një dyqani apo pronarja ka vënë 2 vaza. Pra çdo person, qoftë fëmijë, plak, i ri, e re, nuk ka rëndësi, duhet dalin në rrugë që të kalojë atje. E shohin policët se aty është dhe një berberhan, aty qetën, aty rrohen, por nuk i rruhet për rregullat, nuk i rruhet për këtë që po them unë. Po të shohësh zakonisht rruga sipas kthesës ka dhe pjersinë. Ke këtë rrugën kur vjen nga Tegu që hyn për në Tiranë. Kemi pjersinë në krah të kundërt me kthesën. Të gjithë ata që nuk e dinë, aty rrezikohen të batojnë makinën. Aq më tepër nuk janë ndarjet në viza të bardha. Tani ne kemi kaq taksa në Tiranë sa këto unazë, kjo pjesë për shembull të bëhet me vija të bardha, po qoftë edhe me vija të tilla që t'i njohë edhe vetë makina kush elektronike, që të mos dali. Ka makina të përparuara të cilat nuk e lejojnë makinën dali nga vija, kur e vën atë pilotin automatik. Pra ka shumë mundësira, pastaj kalimi për pasagjerë dhe për tjerë. Këto kode nuk është se ka nevojë t'i shpjegim ne, këto kode i ka bota, sidomos parametrat që ka dhe Europa, të cilat ne ka vënë kusht edhe me 33 kapitull, to duhet zbatuar. Folë për pjesën e policisë, se ata janë kryesorët të cilët duhet merren me pjesën e zbatimit të rregullave. Sidomos kur kemi raste të tilla, që nga parkimet, pra ne kemi 2 polici, po flasim për Tiranën, dhe bashkiake dhe policinë e rendit, por i kemi këto parkime dysh të zëna trotuarët, duhet dalësh në rrugë për të rihyrë prapë trotuar, se i ke arrogantët të cilët kanë vite që janë rritur në shtetin pa shtet dhe i bën dhe kashillik ligjit dhe bën dhe objekt pastaj edhe për përplasje me njerëzit. Edhe njerëzit tani ka një cak durimi njerëzor kur tjetri në sytë tu të bllokon vijat e bardha, parkon atje, detyrohesh dalësh në rrugë pastaj. Dhe hajde pastaj mos e shpreh mërzitjen në qoftë edhe për plasjen verbale dhe më tepër. Kjo na ka ndodhur disa herë këtu ku jetoj unë domethënë. Ka një numër të madh banorësh për kilometër katror, mund të jetë vendi më i banuar në Tiranë. Dhe problemet me trafikun e parkimin janë të përditshme, mos them nganjëherë dhe shpejtësia është përtej normës që mund të jetë në zonat e ndaluara. I shohim dhe policët që ju kpusin nga i gjoba atyre që parkojnë aty ku nuk duhet, por kur janë këto Rollsat e Bentley, këto makinat e mëdhaja, këto G-klasat kështu, nuk largohet polici, më tregon që o i ka frikë ose i njeh. Pra zbaton 2 standarde.